jam Vendalie, këtu jam lind, jam rrit dhe këtu po jetoj. Preza është vend i qetë, me ajrin e pastër. Njerëzit janë mikpritës, popullor. Shumica këtu është vend me ullinj. Janë ullinj shekullar. Nuk i dihet moshës se sa të vjetër janë. Kjo është govat me bë vaj ullini. U fuste këtu me një thes, u fuqin ullit mrena dhe u shkilqin me kom. Edhe nxirrshin vajin. U shtypte vetëm brumi i kokrës ullirit. Kurse tash nëpër fabrika shtypet gjithë ajo me gjithë kokrën, me gjithë. Edhe atëherë ishte safi, i themin safi vaj ullini, ishte vetëm brumi, tuli i kokrës ullirit. Me pas të shte përdorin për ilaç njerëzit. Po s'po bën njëri, vaj me kom nuk bën njëri. Kërkohen mbulesat. Ka menuanca, ka të kuqe, ka të bardha. Mbulesat e kuqe për vitri, për Krishtlindje, domethënë që është shumë e kërkuar gjatë vitri. Edhe e bardha është e mirë, se e bardha pastërti është e mirë. Turistët për shembull thonë, çfarë është kjo tipike preze? Kam qejf ta kem një copës nga preza. Edhe e marrin diçka. Një që ka mundësi, merr një mbulesë tamam, një që s'ka mundësi, merr edhe një picet. Thjesht një centër. Vetëm se është punim preze. Edhe këto janë pothuajse si antike, si kur i tërhoqi veni vet. Që mund të heci edhe kjo, mund të edhe mlodhet pak nga të gjitha, edhe unë bëu kjo që është. Tash numërohen me gishta, nuk është se ka shumë preza. Në kohët e përparshme të brezi nonës time kanë qenë gjithë shtëpi për shtëpi, kurse tash janë pak. Mundet edhe brezi im, po më të ri, thoshte shprehin fort interes. Më shumë majmë traditën, tipike nga preza. Edhe këto modele, këto gjona, këto punime kam gjetur edhe kështu i maj, se nuk du të hiki tradita jonë e prezës.